A mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ndjekin të njëjtin shembull edhe ndaj Shqipërisë ashtu si në rastin e Venezuelës, qoftë ndaj grupeve të trafikut drogës, por qoftë edhe ndaj zyrtarëve të lartë, ku në rastin konkret Trump e ka me presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro? Po ta bëjnë dhe këta të trimërisi ai, këtu do ta bëjnë bile, këtu ta bëjnë kështu me pa e mbush fundjavën, më mendje. Ta provojnë ta bëjnë. Ta provojnë ata dhe Trump apo Amerika si shtet. Ti bie tavolinë, ta ftojnë Trumpin në sfidë. Tu tregohet punia, në sfida më të mëdha. Kjo se janë njerëz sfida, ta provojnë. Ta marrin ka grupin e Shijakut e grupin e Elbasanit, e grupin e Shkodrës e grupin e Vlorës, edhe karafilat e Tiranës, edhe ti thon Trumpit, hajde matu me ne tani. Ta provojnë, kam qefit. Ti u marri koka erë, se u lodhë me fjalë, domethënë. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump e ka bërë të qartë luftën e tij dhe goditjen që kërkon t'i jap George Soros dhe djalit të tij. A mendoni se edhe kjo mund ta prekë Edi Rama në Shqipëri? Mbasët. Mund ta prek. Shohim këtë pjesë si do e vijoj Trumpi luftën e tij. Erën e parë nuk ja doli dot. Organizuan së bashku me Partinë Demokratike Amerikane, i bën një opozitë fort dhe ja penguan të gjitha iniciativat e tij. Dhe fakti që ju ndërprer mandati për 4 vjet tregoj që nuk ja doli dot. Shohim atë këtë sukses, se është një luftë brenda vetë politikës amerikane, domethënë, brenda vetë shtetit amerikan. Kjo është më vështirë se lufta që bëhet me jashtë. A do ja dali aty? Duke parë se si funksionon sistemi gjyqësor, do të jetë shumë e vështirë, po edhe mund të dalë. Kështu që i shoh pasojat në lidhje me si po kundërvepron politika amerikane ose Partia Demokratike e cila bashkëjeton me këtë grupim. Deri tani tek Departamenti i Shtetit i ka fituar luftën. Me anë të raportit për performancën dhe persona që u larguan 1000 ca persona, mendoj që është goditur pikërisht ky grup. Shohim tani si do të vazhdojmë më tej. Avokat dhe i pyetje fundit, ju e përmendët me të drejtë letargjin, po themin thonjzat të SPAK-ut, i cili qëndroi i heshtur para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, por edhe deri më tani, sa i përket goditjes në radhët e figurave të larta. Si mendoni, a do të ketë goditje në vimësi ndaj zyrtarëve të lartë, qofshin në radhët e qeverisë, ashtu dhe në radhët e opozitës, dhe kush mund të jenë konkretisht këta emra që rrezikojnë përballë drejtësisë? Emrat janë nga i pari tek i fundit, që të mos kemi më diskutim. Unë nuk njoh në një person që ka pasur menaxhim parash në përduar. Ata që kanë pasur më shumë para në përduar, ata janë përmendur më shumë. Sipas buxhetit ministrive. Tani të flasim për a duhet punoj SPAK-u, duhet punoj. Nëse nuk do punoj, pavarësisht se këta mendojnë që ne nuk jemi popull, nuk bëhemi ndonjëherë, por ne fakti që kritikojmë veten tregojnë që kemi filluar të bëhemi. Do bëhet më keq se Nepal. Unë për këtë e paralajmëroj me zot fort. Nëse SPAK-u nuk bën detyrën e vet, është detyra e popullit pastaj të vendosë drejtësi si Nepal. Edhe më ata Nepali, më fort se Nepali. Nuk mund të jetojmë tani duke kafshuar gjuhën se kemi këta që na kanë zbrit nga qielli dhe po na marrin shpirtin. Edhe t'ju bëhet jo vetëm ministrave, po me administrator, me çetem ata burime njerëzore. Dhe mundësisht të nënvizohet të gjithë zinxhiri maskareve nga lart deri poshtë. Se nuk është më këta janë një sistem. Një ministër është një sistem me detorët e tij, një kryeministër është sistem me gjithë ministrat. Jo më nga i pari ke i fundit. Nuk mund blej lokale njerëzit që janë me rrogë si puna ime. Edhe shes pasaj që janë shumë të zgjuar se si e menaxhon atë rrogën. Ose di tani, ka fituar dhe olimpiada matematike, nuk ja dal dotun. Nuk di çfarë llogaria ti bëj rrogës time unë. Kështu që këta meritojnë atë poshtësinë, poshtymën publike, kështu si po ja hedhun tani.
Edhe ne duhet si popull tani, ne presim tani. Ti bën pyetje, unë them presim. Po ço më popull, çaje. Kaq dele pisa njose mund të jetë populli im, të çohet për ballë padrejtin kudo ku është. Edhe arrami qof dikujt, kur dikush flet për drejtësi, tani arrin një pisa njos tjetër, thot mua, ky quhet berishizëm, thot. Po çfarë mund gjesh ke Romeo Karaj berishizëm? Që kam dalë Berishës kundra, kur kryetari i partisë ti, edhe tani bën kompromis me Berishën. E ka bërë 2008 të madhen fare, e bërë 2024 vazhdon. Se e quajnë revoltën time, se vetëm Berisha ka revoltën me forcë. Po unë kam revoltën më të vërtetë, më të fortë se Berisha. Dhe ky popull duhet ta kuptojë që zgjidhja është brenda këtij. Të çohet. Prim ne, po do vi Trumpi e do vi Sorosi. Ku ka Soros që të pushton, nëse ti je popull me ta bëm, popull me moral. Shkuan di atje fetarët tanë, bekuar shejtanët, turpi tyne. Tani populli duhet të trasë mendjes. Unë nuk besoj që ti edukon fëmijët tënë një jetë të nështruar, një njeri i cili të jetë fatalist, në ra për pjesë, domethënë, Rama dhe nuk kemi çaj bëjmë. Në ra për pjesë Berisha, se kështu thonë edhe për Berishën, s'kemi çaj bëjmë. E pa çfarë bëhet atje? Me pal. Një mësim për të marrë shembull. Do thonë ka, pse çka kujton ti se mëllim se të mua se u dogjën gjithë as qeveri brenda krahasim me jetën time e fëmijëve të mi, e krahasim atë që më nxirr shpirti duke kafshuar gjuhën nga padrejtësitë s'ka pas mundsinë, edhe kur kam vepruar me sërkëmsha me gjithandej, uroj sa më shpejt më. Flakat i bjerë. Asaj që është vënë me mbi padrejtësinë, mbi sakrificat, mbi vuajtjet e popullit. Mbi ata njerëz që janë mbytur për kërkuar një jetë më të mirë. Mbi ata njerëz që s'kan realizuar ëndrat e tyre. Na ngritën këta që nga Rama e tjerë, ngritën unë fuqinë e paras, na ngritën çmimet. Çfarë blet sot me 1 milion lekë? Dikur ishte një rrogë mesme, jetoje. Çfarë blet sot? Nëse kisha ëndër ta çoja fëmijë në shkollë private, nuk e çoha dot fare. Edhe për këtë do të friksohemi këtyre. Jo më dhëm për dhëm. Guxon ti të bëj padrejtësi, ta paguaj me kokë më. Ta paguaj me kokë. Kush bën padrejtësi ta paguaj me kokë. Dhe kjo është. Edhe le të vi pastaj polici i ndershëm, i them kush polic është i ndershëm, që të vi të luftojë domethënë protestën time. Po të vi vetëm i ndershmi. Sa pak policë do dalin. Të vi vetëm ai që se ka fut kur dorën në xhep këtë tjetri, që s'ka bërë kur kompromis. Jam i sigurt që kupola policisë do fusi kokën mes shalve nga turpi. Paguajnë edhe me miliona euro të mos bëjnë punë e tyre. Ja kjo është.